Sot, Partia Demokratike e Kosovës nuk do të marrë pjesë në seancën e jashtëzakonshme të thirrur nga kryetari i kuvendit. Kjo seancë, edhe po të mos ishte skeme radhës për të mbuluar krizën në të cilën po e fusin në vendin qeveria në ikje, është e palegjshme dhe tërësisht në kundërshtim me rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Jo dhe ne jemi dëshmitar që për 10 muaj Kosova është mbajtur peng. Prej 10 muajsh vendi është zhytur në bllokim institucional. Prej 10 muajsh qytetarët tanë po presin qeveri të re, parlament funksional, komisione pune e shtet normal. Fatkeqësisht pas 10 muajsh nuk e kemi asnjërin. Rrjedhimisht, Republika e Kosovës e ka humbur tërësisht vitin 2025. Kosova dhe qytetarët e saj nuk e kanë pasur këtë luks. Përkundrazi, ne kemi pasur nevojë për një vit dinamik, produktiv si asnjëherë më parë. Dhe kush e ka bërë këtë bllokim? Partia që doli e para në zgjedhjet e nënshkurtit, e cila ka zgjedhur që ta përdorë rezultatin jo për të qeverisur, por për të zvarritur, për të manipuluar proceset dhe për të konsumuar çdo afat ligjor në mënyrë që t'i shmanget përgjegjësisë ndaj qytetarëve të Kosovës. E përsëris, kjo seancë që do të mbahet pas pak minutash është farsë, është truk politik, nuk është zgjidhje, është tentim për të mbuluar dështimin. Ajo që po shohim sot është e dukshme. Kur vjen puna për të formuar institucionet e për të kryer punë, kemi zvarritje, pasiguri dhe manipulim afatesh nga lëvizja vetëvendosje. Kur vjen puna për t'i ikur përgjegjësisë, nxitim i çuditshëm, madje duke shkelur rendin kushtetues. Dua të jemi qartë, PDK nuk do të jetë pjesë e një seance të palegjshme. Nuk do të bëhemi fasad për mbulimin e dështimeve, sepse kjo seancë nuk është thirrë për qytetarët, kjo seancë nuk është thirrë për të miratuar ligje, kjo seancë nuk është thirrë për komisione. Kjo seancë është thirrur për t'i shpëtuar fajit që një pushtet për 10 muaj rresht ka refuzuar të marrë vendime, ka refuzuar të ndërtoj dialog, të krijoj shumicë dhe të formoj qeveri. Thirrjet për të shkelur ligjin dhe kushtetutën nuk janë zgjidhje, as për vendin, as për kuvendin, as për demokracinë. Ato janë derë e hapur për kaos, janë precedent të rrezikshëm që dëmtojnë themelet e shtetit ligjor. PDK nuk do të bëhet pjesë e kësaj rruge. Ne jemi këtu për të mbrojtur rendin kushtetues, për të mbrojtur institucionet e Republikës, për të mbrojtur parimin se çdo vendim, pozitiv apo negativ, duhet marrë brenda ligjit, brenda afatit dhe brenda përgjegjësisë. Nëse po i referoheni RTK-s, ministri në ikje ka mundësi ligjore që të bëjë një gjë të tillë përmes rezervave shtetërore. Është vepruar edhe më herët. Çfarë po bën kjo kost politikanësh është shantazh publik. Kosova është në krizë. Kosova është e izoluar. Tash e 10 muaj ne flasim për emrat mandatarit, kryetarit, nuk flasim për hallet e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Për çfarë marrëveshjesh ndërkombëtare po flisni? Kuptoni që Kosova është e izoluar. Kosova është nën sanksione, Kosova është e përjashtuar. Ka pasur, po flasim për planin e rritjes, disa njerëz që kanë izolu Kosovën e kanë përjashtu Kosovën, ka pas mundësi që të adresohen këto çështje. Çka kanë bërë që 10 muaj? Çka kanë bërë që 10 muaj? Kjo është tallje me qytetarët, tallje me institucionet dhe ne nuk do ta lejojmë.
ne nuk do të lejojmë që të shantazhohemi publikisht dhe nuk pranojmë mësime moralizuese nga askush. Ne i kemi bërë thirrje lëvizjes vetëvendosje, që pas përfundimit të zgjedhjeve, që të punoj, që të krijoj institucionet, që të ndërtoj dialog politik, kanë refuzuar, kanë kërkuar në nështrim. Ju po ju referojni një marrëveshje, po Kosova çdo ditë për shkak të krizës, humb miliona euro. Dhe jo vetëm para. Ne kemi filluar të humbim seriozisht edhe kredibilitetin tonë si demokraci e re. Jo vetëm për shkak të mungesës së institucioneve, por edhe për shkak të deklarimeve publike ekstremisht të pamatura të krerëve të institucioneve të Republikës së Kosovës. Sa i përket votës për qeveri, PDK e ka bërë të qartë, nuk kemi votë për Kurtin 3, as për zotin Konjufca. Zgjedhjet e reja duhet të mbahen sa më parë. E ftojmë presidentën Osmani që të mos zvarës afatet. Qytetarët kanë nevojë për institucione, qytetarët kanë nevojë për stabilitet, përgjegjësi edhe parashikueshmëri. Dhe gjatë Kushtetuta e Republikës së Kosovës është e qartë. Është shumë e qartë. Rregullorja e punës së kuvendit është edhe më e qartë. Nuk mund të konstituohen komisionet pa u ditur kush është qeveria, kush është shumica, kush është pakica. Pas konstituimit të institucioneve, vetëm një pikë e rendit të ditës është e pranueshme. Vota për mandatarin. Dhe në seancën e dytë ne do të shkojmë dhe do të votojmë kundër. Nuk ka pasur as përpjekje më të vogël nga ana e lëvizjes vetëvendosje për të ndërtuar dialog politik. Dëgjoj, dialogun politik, lëvizja vetëvendosje e ka përjashtuar si instrument të politikbërjes. Nuk ka dialog as me opozitën, nuk ka dialog me mediat, nuk ka dialog me sektorin privat, nuk ka dialog me aleatët. Këta nuk e njohun dialogun. Këta e njohin vetëm politikën e nënshtrimit dhe shantazhimit. E PDK as nuk nënshtrohet, as nuk shantazhohet. Presidentja Osmani do duhet të ishte shumë më aktive në zhbllokimin e procesit e situatës politike në vend. Dhe ky angazhim do duhet të ishte serioz që nga dita e parë. Mirë po e përsëris, ne nuk dua ta komentoj kualifikimin e presidentës Osmani, por çfarë dua të them është që presidentja nuk do të humbë kohë, duhet të thras partitë politike dhe ta caktoj sa më parë datën e zgjedhjeve. Faleminderit shumë.